Hej, përshëndetje. Përshëndetje. Me Rozën flas, besoj? Po, Rozeta Mane. Okej, atëherë do t'jeni sot një personazh i zgjedhur e jonë. Edhe fat për mua që kemi një zonjë. Besoj se pak më poshtë janë arët tuaja? Po, pak më poshtë janë arët tona. Flasin fillimisht për punën e Stinës? Pra, duke filluar nga marsi, cila çmime i ke bërë tokës arës edhe çfarë ke mbjell? Unë kam mbjell 4 hektar bath. 4 hektar me bath? 4 hektar bath. I zëm nga blerjave tokave, se unë i kam me qera, se s'kam tokat e mija. Ble toka me qera. I kam me qera, i kam plugu, i kam frezu, i kam bjell. I kam deri në pradhim ku të vemi të shikojmë tani, që janë afër bishtarës. Po si vjetë ka qenë moti jo i mirë, jo ko e mirë, dhe nuk jemi mirë dhe vidiko. A ke bërë një plan biznesi, Rozë? Po, kam bërë. Që nga punimi tokës, po them kështu? Po. Nga shërbime që do toka, pasaj mbjellja, për të ardhur tek dita e vjeljes tonë juve. Po. Do shumë. E ke bërë një plan biznesi? Po, e kam bërë një plan biznesi. Po? E kam bërë një plan biznesi dhe nuk arrim dot atje ku duhemi. Nuk arrim dot atje ku duhemi, se... Ke investuar? Kam investu, po s'arrim dot që ti marrim dot këto prodhimet që kemi hedhur, që kemi hedhur nuk i marrim dot të fitime. Se jemi shumë dopt. Dhe dojë me gjëzërme dhe më thënë që treku të pak në tishe aji që mund t'ju zgjidhë disa hallë, juve si fermerë. Përveç bathve, çfarë keni mbjell? Do mbjell 1 hektar gjysmë shalqi. Bukur. Kam mbjell 1 hektar grur. Për vete grurin dhe kam 2 bakti të shtëpia që të shenë dhe ato. Me këto mirem. Këto pra janë punët e Stinës? Po. Kjo është pasuria ose kapitali juaj si familje? Po. Atëherë, shkëndani tek batët sepse duhet t'ju ndjek. Po. Nëse i shërbeni bimës suaj. Po, i shërbejmë. Faleminderit dhe ju. Kjo batha ku shitet bishtaj. Shitet dhe kokrë, po bishtaj ne shesim bishtaj. Ne merë kemi një magazinjer, një njeri që e merë këtu e grumbullon, e që një rizela, edhe a i nga ka grumbullo, gjithmonë. Është në lullet dhe një batha, me sa shikoj? Lullet, batha thuj se është në bishtaj. Pak ka lulle, po kjo si vjetë nuk ka rendiment, se nuk e ka la natyra. Nuk ka fare rendiment. Për ne duhet me ndojnë shteti. Duhet vojndojnë shteti, pak të nga mbuloj me në shpezime, me në gjese, ne nuk marim asin kokre lekon. Jemi 0. 0. Numjen maksimum. Përndaj ju pyeta dhe në fillim, a keni bërë një plan biznesi? Kemi bërë një plan biznesi, po plani si vjetë dështon. Nuk ka.